po bëni edhe dëshmitar edhe ju për dështimet një pasnjeshme të shumicës, po shumicë pa mjaftueshme në Kuvendin e Kosovës dhe fatkeqësisht po shihet qartë që nuk ka një reflektim prap nga shumica e pa mjaftueshme në Kuvend për të ndryshuar kandidatin dhe për të ardhur deri te zgjedhja dhe konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe për të vazhduar trajtimin e problemeve të qytetarët që çdo ditë më shumë po grumbullohen, çdo ditë më shumë po bëhen më të vështira për të kaluar. Prandaj sigurisht që ne derisa nuk reflekton shumica, sigurisht që ne kemi qëndrimin të njëjtë. A është duke ja gatshme për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe a jeni të gatshëm po ashtu që të njëjtat të mbahen me ato lokale? Ne sigurisht që gjithmonë jemi të gatshëm edhe për formën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por sigurisht që Kosova ka më shumë probleme se sa me shku në zgjedhje. Nëse është kjo zgjedhja, sigurisht që ne nuk hezitojmë të shkojmë edhe në zgjedhje, por nuk duhet të jetë gjithmonë alternativa vetëm zgjedhja për me marrë një zgjidhje për vendin. Zotërin Hasani thotë që është aktiviteti që ka marrë në Kuvend për sonë, sa e kemi biseduar me partia, kemi qëndrim si parti e para dhe e dyta, gjatë kësaj kohe duke u bërë edhe një protestë prej bizneseve për shkak që ka ndodhur në tregun e lirë të energjisë, çka keni nevojë ju si deputet në momentin që konstituohet Kuvendi, duke ditë që ZRE-ja i raporton Kuvendit Kosovës? Po pyetimi me vend, realisht deputet e kanë mandatin e lirë, edhe pse jemi në parti të ndryshme dhe sigurisht që kemi përgjegjësi edhe individuale, jo vetëm ato partijake, por besoj që secili deputet mundet me thonë mendimin e vet, qëndrimin e vet sa i përket se a do të vinë në Kuvend apo jo. Sigurisht që edhe për neve është e mundimshme me ardhë dhe mos me pas një rezultat ndryshe, apo më mirë me thonë mos me pa konstituimin e Kuvendit. Por ja që duhet të jemi edhe prezent edhe për me po edhe mos po reflekton shumica pa mjaftueshme në Kuvend. Edhe në këtë aspekt sigurisht që ne si Parti Demokratike e Kosovës jemi duke vazhduar dhe me marrë përgjegjësi në Kuvendin e Kosovës duke kërkuar edhe reflektimin e shumicës së pa mjaftueshme në Kuvendin e Kosovës që është lëvizja vetëndosje. Ndërsa sa i përket energjisë elektrike me të vërtetë nuk ka asnjë sens të arsyeshëm që justifikon rritjen e ekstreme të energjisë elektrike, jo vetëm bizneset, por edhe qytetarët janë duke sfiduar me këtë rritje të tepruar të energjisë elektrike. Faleminderit shumë.